Horoskopi ditor, e premte 13 shkurt 2026. Dashi. Dashuria, lini më shumë hapësirë ndaj ndjenjave dhe tregoni dashurinë tuaj me një gjestë të butë dhe të dashur. Një shenjë është e mjaftueshme për ta bërë të dashurin tuaj të kuptojë se jeni atje. Beqarët tani mund të kenë një lidhje me një të njohur të vjetur. Në punë, në këtë ditë lindin perspektiva të reja me Jupiterin në anën tuaj, ju do të kapërceni çdo pengesë. Demi, dashuria, do të keni shumë mundësi për të hyrë në zemrën e partnerit dhe për të ringjallur marrëdhënien. Punoni më shumë në mënyrën që të mos neglizhoni të dashurin tuaj dhe të sillni harmoni në jetën e tij. Beqarët sot do të jenë shumë intrigues dhe mund të godasin më shumë se një objektiv. Puna. Edhe nëse disa ngjarje të papritura do të pengonin punën tuaj sot, ju do të lidhni marrëveshje dhe kontrata të rëndësishme. Binjakët, dashuria. Ndryshimet dhe rrethanat e paparashikuara do t'ju vënë në trazir, por mos keni frikë. Mirëkuptimi i shkëlqyer me partnerin tuaj do t'ju kthejë qetësinë. Beqarët mund t'i kushtojnë vetes të zgjidhin një problem delikat që ka qenë torturimi i tyre për disa kohë. Puna. Shkoni përpara në rrugën tuaj, mos jeni të pavendosur, të gjitha nismat tuaja do të jenë të suksesshme. Gaforia. Nëse keni një partner të largët, do të ndiheni të humbur dhe të pasigurt. Yjet paralajmërojnë së shpejti surpriza të reja dhe ju mund të thoni mjaft për vuajtjet tuaja. Beqarët do të duhet përpiqen për të qenë të hapur në njohjet e reja, nëse ata duan të gjejnë dashurinë. Puna. Një mundësi për të punuar ose një propozim interesant mund t'ju çojë në zgjedhjen përfundimtare për të ardhmen. Luani. Dashuria. Sot do të ndiheni mirë dhe do të jeni në bashkëpunim të plot me të dashurin tuaj. Ju jeni në paqe me veten dhe nuk keni nevoja të veçanta. Për beqarët ka ardhur koha për njohje të reja, por sytë e tyre do të jenë vetëm tek një person i cili do të jetë mjaft interesant për ta. Puna. Puna ju jep kënaqësi të madhe dhe pozicioni aktual do t'ju lejojë të arrini qëllime të reja. Virgjëresha, dashuria. Nëse nuk jeni të lumtur me një situatë sentimentale, zgjidh një herë e përgjithmonë, veproni me vendosmëri dhe shkundni zemër butësinë. Beqarët do të kenë planetet në anën e tyre dhe do të jenë në gjendje për të pushtuar personin e dëshiruar. Puna, ju do të provoni aftësinë tuaj edhe në detyra të reja, sigurisht që nuk do të heqësh dorë para një pagese të vogël. Peshorja, dashuria. Jeni të shqetësuar dhe doni të keni sqarime, por përpiquni të qëndroni të qetë. Mos ulni këmbë në tema të caktuara, mund ta prishin marrëdhënien tuaj. Beqarët do të jenë shumë aktiv dhe me aventura të reja, të cilat në pamje të parë mund të kthehen në diçka më shumë. Puna. Kohë e madhe nga pikpamja biznesit, sot mund të kesh kënaqësi të mëdha. Akrepi, dashuria. Ju do të keni mundësi të reflektoni në diçka që keni lënë të hapur, por nëse doni përgjigje të caktuara, do t'ju duhet të flisni. Ata që janë vetëm mund të kalojnë një mbrëmje të këndshme në shoqërinë e njerëzve stimulues. Puna. Shfrytëzoni mundësitë më të mira të kësaj dite për të hedhur themelet në një projekt që ju intereson. Një situatë mund të kthehet në favorin tuaj. Shigjetari. Dashuria. Përpiquni të mbani gjurmët tuaja dhe mos u shqetësoni nëse luftoni me partnerin tuaj. Ju keni nevojë për një armë pushim në vend që të kërkoni dialog për t'i zbutur gjërat. Një histori po vjen për beqarët që mund të jenë të rëndësishëm dhe më të rëndësishëm se sa ju i mendoni. Puna. Lajm pozitiv në frontin e punës, i cili do të sjellë shumë siguri në sektorin ekonomik. Bricjapi, dashuria. Ditë e shkëlqyer për ndjenjat, edhe nëse disponimi është në rritje dhe po kështu edhe optimizmi juaj, por mos kritikoni për ndonjë qëndrim dhe kompromis. Zemrat e vetmuara mund të takojnë dashurinë dhe të provojnë momentet e romancës së pastër. Puna.
Nuk do të ketë shumë raste për këtë ditë, por do të jenë mjaft interesante për t'ju garantuar shumë siguri. Ujori, dashuria, nëse duhet të lëshosh diçka prapa, bëje tani dhe mos mendo më për këtë. Ata që kanë një histori të re duhet të mendojnë për të tashmen dhe të projektojnë vete në të ardhmen. Beqarët do të bëjnë miq të mirë dhe takime të reja që mund të ndryshojnë jetën e tyre. Puna. Një keq kuptim me një koleg të sotëm do t'ju vërë në një gjendje të keqe. Nëse gabon, kërko falje dhe vendos paqe. Peshqit, dashuria. Në dashuri, mund t'i lini më njam paqartësitë që ju kanë shqetësuar për një farë kohe. Kini më shumë besim në veten tuaj dhe shikoni në zemrën tuaj për të gjetur përgjigjet. Beqarët mund të organizojnë një udhëtim dhe të argëtohen me miqtë e tyre më të afërt. Puna është një moment i favorshëm dhe gjithçka që duhet të bëni është të shfrytëzoni të gjitha mundësitë minimale.